ka ndashur të prishin plazhin e Centralit në nëntor të 2019-s. Kishte plan që të prishej sipas këshilltarit të bashkisë në atë kohë, zoti Thomanika. Ne protestuam dhe ishin në gjendje që ta ruanim. Mos ma prek Centrali! Mos ma prek Centrali! Mos ma prek Centrali! 50 metra më përke janë 4 stenda të cilat tregojnë cili do të jetë zhvillimi i shëtitores. Në të gjitha ato stenda neve shikojmë që do bëhen pllaka betoni, pllaka mermeri mbi beton. Asgjë kundi nuk duket që do bëhet plazhi si ka qenë. Të vendosur përpara përgjegjësisë në publik, kryetari i bashkisë dhe drejtori i shërbimeve në bashki konfirmuan verbalisht përpara kamerave që plazhi tani po shërben si një platformë tranzitore për përgatitjen e blloqeve, të cilat do të shërbejnë zgjerimit të shëtitores. Plazhi ku gjithë sarandiotët kanë mësuar noti. Plazhi i cili me të cilin lidhin historinë tonë personale. Janë duke e marrë, duke hedhur baza aty dhe po na thonë që do të kthehet në identitet. Këto guri që këtu janë hedhur, sado që të fillosh të pastrosh që sot, pa çka se ata na thonë që janë hedhur këtu që të kthehen makinat e mëdha. Që shko pa turpsi. Nuk ishte mundësi gjithë ky bulevard për një vend ku mund të ktheheshin makinat, po na u dashka gjithë kjo pistë e madhe këtu që të derdhet beton dhe të gjitha ato pa pastërtit i shkojnë detit, edhe ky det i cili na ka ngel edhe pa peshk për shkak se kemi helmuar neve të gjithë së bashku, fajtor ashtu siç jemi, tani të kontribuojmë akoma më tepër në helmimin e këtij deti. Jemi kundër faktit që po bëhen gjëra pa komunikim publik. Qyteti i Sarandës nuk di gjë për këtë gjë që po ndodh këtu. Jeni të sigurt, të gjithë shikojnë xhepat e tyre. Ne, e ardhmja jonë, e fëmijëve tanë, identitetin tonë si sarandiotë si shqiptar, është e lidhur me këtë. Gjithë këto inertë që janë këtu dëmtojnë në mënyrë të parikthyer faunën e detit tonë. Ata sarandiotë të cilët mendojnë që çfarë ka ikur, tani s'kemi ç'bëjmë më, e kanë shumë gabim. Sepse kjo vijë natyrore nuk ka marrë 10 vjet, 1000 vjet, ka marrë qindra miliona vjet për të bërë kjo që është. Ne nuk duhet të privojmë fëmijëve tanë të mësojnë notin në këtë plazh të vogël të qytetit që ishte krenaria jo vetëm e qytetit, po e gjithë Shqipërisë. Ato lekë e kishin hedhur për ujërat e zeza. Ai është problemi kryesor. Ne si qytetarë të Sarandës nuk do ta lejojmë të agresion ushtrus mund ta quajmë për Sarandën. Ky është një plazh natyral. Se ka si më në... Më kupton, tu keni ujërat të zeza. Ju keni shkelur në ujërat e zeza, të kanalit të madh. Ai duhet përmirësohet, sepse ky ujë do të shkojë tani atje në plazh. Janë shumë pak që kanë ngelur nga historia e Sarandës. Ky qytet, në radhë të parë, kërkon që të pastrohet plazhi nga ujërat e ndotura që derdhen në det. Zoti kryetar, ne banorët e qytetit të Sarandës, bazuar në ligjet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, kërkojmë informim dhe transparencë të plotë në lidhje me projektin e shëtitores së Sarandës. Po pane ju se bëni do ato, bëhet na merri parasysh mendime se ne u paguajmë taksat, ne u kemi zgjedhur atje ku jeni, të na respektoni e të bëhemi njësh, të ruajmë vendin ton, çfarë i kanë mbetur, ta zbukurojmë, ta rregullojmë. E jo ti bën kazmi, se është gjuna nga Zoti. Rasti i Centralit është një dëshmi e pastër që nëse ne bëhemi bashkë dhe protestojmë, këta trëmben. Po ky është problemi që këta na kanë përçar. Këta e kanë vënë litarin rreth fytit çdo familje e këtu, sepse nëse ti del dhe proteston, edhe nëse ti spunon për shtetin, janë familjarët e tu që punojnë për shtetin, dhe ata i heqin bukën e gojës. Por haram e paçim ne si sarandiot të lejojmë në sy tanë të na vitet ky qytet, na heqin edhe nga plazhet. Dje në mëngjes, shkova të lahesha në plazhin tim, ishte pamundur. Ishte e pamundur të lahesha atje sepse ishin fekalet në sipërfaqe. Po këtu në këtë qytet vjen turistë, si mund të trashësh turistë? Hajde filmoj. Çfarë janë këto? Aniet, vjen shkakojnë ato fekalet aty njësë. Na usmurën fëmijët. Kemi fëmijë në temperaturë nga viruset në ato qelburin ato. Ke ardhur herë tjetër në Sarandë? Vi shumë vite në Sarandë. Aha, si ka qenë përpara? Më ndryshe ka qenë, po si vjet më duket shumë i qelbur, si vjet më duket shumë i qelbur. Po vitet e para ka qenë më mirë. Këtë qytet e ka marrë lumbi, nëse ne nuk ngrihemi, të ngrihemi dy duar për një kokë dhe secili nga ne ta ndjejë që nesër do të jetë shumë vonë, nesër është shumë vonë praktikisht. Sot është shumë vonë. Të kemi mundësi të ruajmë çfarë mund të ruajmë nga ky qytet. Unë u bëj thirrje të gjithë brezave që janë këtu në Sarandë tani dhe kudo që janë, të ngrihen. Në këtë moment neve kemi problemin e ujit, por ajo që është simbol është gjimnazi. Ju ftoj të gjithëve të ngrihni zërin për mbrojtjen e gjimnazit.